Territori i Kosovës për datën 31 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta dhe të qëndrueshme me mod kryesisht tek thjellët dhe me mjegull lokale në orët e para të mëngjesit në disa ulësira. Pasditja do të jetë me intervale të gjata me diell dhe temperatura tipike të fund tetorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 31 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 31 tetor do të jetë në orën 6:01 minutë, ndërsa perëndimi në orën 16:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 4 deri në 13 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 13 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 13 gradë Celsius. Pej 5 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov 5 deri në 14 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan 4 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj 4 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 13 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 6 deri në 15 gradë Celsius.